Thash, une qka desh moshkuj, une I pastroj papare. Qka des femna nona jeme ka mi la papare. Po, tani me bo vorin, thash jem shqiptar bol bre, shqiptar plët 15.000 vetë aty jemi konë. Kjo shqiptar bol e bojnë në 42 vetë kush cent s'ka pagu aty. Përveç këtyve maltretimeve, ju këtë përmenda që ke dhonë shumë kontribut. Kur jemi të Rëzhoja, mu më herët më tregove që gjatë luftës keni qëndru atje edhe si shenjë ndaj komunitetit kombëtar, dhe më thonë shqiptarve që kanë qëndru atje, ju I keni falë edhe gjenazët e shqiptarve që janë ardhur plagosur anë dhe kanë dhënë jetë. Po, është shumë e vërtet, po sa kam rri me 19 prill aty, nesit kanë ndodhur një vdekje, janës I Shtugut. Edhe tash kur ka shku në Vakov, se me njëherë mu më angazhun Bashkia Islame Rëzhoj, se të ishin hojtë shqiptarë, se s'pat shqiptarë aty e vishune, unë ola, edhe kur diq një prej tyne, ajo punëtore është një, kur pe vish një azra, edhe pja bon atë fletën, pja mush, mi pagu 480 morka. Thash, mëse merë parë, pëse tash, mja këthy parë si I kym në punë. Thash, une qka desh moshkuj, une I pastroj papare. Ajo punëtoria e Vakufit, azra, tha, qka des femna nona jeme ka mi la papare. Po, tani me bo vorin, thash jem shqiptar bol bre, shqiptar plët 15.000 vetë aty jemi konë. Kjo shqiptar bol e bojnë në drasat që mblohet, edhe ato jem shkue në fabrikën Gorni Iber, thirke fabrika e drunit, e kom lyp drejtorin, Nusret Rafet Kallaqin, ai me dojt tem Saradran atje, dhonë rëtyni dojë jem, dojë nonës, edhe kur ju prezentova kush jam, I tha Recep Muriqit, miftis të Rëzhojës, tha qka des shqiptarë, hajde meri papare këtë senet. Dhe me thonë, pej 19 prill, dejmi këthyje, 42 vetë kush cent s'ka pagu aty. Edhe për qëtë kontributin që aty në Rëzhoj, e kom morë edhe njëherë 1.000.000 po sa kom rrit, aty liber më kanë ep, Ali Daci është dhe që shqiptarëve atje është një kontribusi I madh I qarshës kombëtare. Po, është interesant që më njerë mas luftë kemi shku edhe në emët komunës 5 me falenderu Rëzhojën, na ka prit kryetari I komunës, Rëzhojës, Nusret Kallaqi, na ka prit me televizion Podgoricës me ato edhe kur kemi fol na jemi ardhur, ai Boshnjaqe, po thamë në Shqip. Tha faleminderit që kanë ardhur vllazërit prej jemi na falenderu, tha po na kemi la bërç. Se në përkodat Rëzhojës janë shqiptarët që kanë ardhur kur jemi konë në angushtat e 50 sene, 45, na veç që kemi la bërç, se nuk I kemi borçin e kemi la nëse ta kanë vujt për ne. Dhe më thonë aty tani kom morë edhe një medalje tash në kohë të fundit për kontributin që e kom bon në Rëzhoj.